25.000 ushtarë nga 29 vendet e NATO-s janë duke marrë pjesë në ushtrimit ushtarake më të mëdha në Europë, Defender Europe 2025, që pollhiqen nga ushtria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendet e NATO-s. Zëdhënësja e Ministrisë së Mbrojtjes Loredana Gashi për TV-syn tha se ushtrimet ushtarake do të zhvillohen edhe në territorin e Gjakovës. Ushtrimi ka filluar pse të mbohet nga data 11 maj dhe do të vazhdojë deri në data 24 qershor 2025 për pjesën e ushtrimet që zhvillohen jashtë territorit të Kosovës, ndërsa FSK do të marrë pjesë në ushtrim nga data 25 maj deri në datën 9 qershor dhe ka për qëllim që të bëj gjatë këtij ushtrimit, domethënë validimin e kapaciteteve luftarake. Do të marrë pjesë me kapacitetet luftarake të regjimentit që vetë janë validuar në ushtrimin e mëparshëm që është mbajtur në vitin 2023, por gjithashtu do të validoj kapacitetet e reja për sa i përket rolit mjekësor. Pjesëmarrja në këtë ushtrim e FSK-s nuk është thjesht brenda territorit të Kosovës, mirëpo megjithatë duhet të theksoj që jemi edhe vend Nikoqet, pra do të presim edhe shtabin e divizionit të 28 të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në aeroportin e Gjakovës, përderisa pjesa e trajnimeve do të mbahet në Bavaj të Bukës. Sipas Gashit, gjatë këtyre ushtrimeve, FSK do të zhvillojë operacione sulmuese ushtarake, operacione mbrojtjes e të tjera. Pjesa e ushtrimeve në të cilat do të marrë pjesë FSK nuk do të jetë thjesht brenda territorit të Kosovës. Pritet që gjithashtu trupat e FSK-s të dislokohen me pajisje edhe në poligone trajnuese të vendeve të rajonit, si në Shqipërinë, Maqedoninë të Veriut dhe në Kroati. Për ne, pjesëmarrja në këtë ushtrim është një rëndësie të veçantë, për shkak se mundëson që të demonstrojnë aftësitë luftarake të FSK-s dhe gjithashtu aftësitë për mbështetjen ushtarake të autoriteteve civile, e në të njëjtën kohë ofron mundësi për të rritur kapacitetet për sa i përket ndërveprueshmërisë në operacione të tilla shumëkohëshe, përderisa testohen aftësitë e FSK-s dhe avancimi që është bërë ndër vite, e që është një rëndësie të veçantë për shkak se mundëson që të vërtetohet se FSK është e aftë që të kryejë të gjitha detyrat dhe misionin e saj kushtetues. Forca e Sigurisë së Kosovës, përveç pjesëmarrjes në ushtrimet ushtarake në Kosovë, do të marrin pjesë edhe në stërvitje në shtetet e rajonit.